çdo shqiptari që don familjen e tij. Ish protestës së opozitës dhe apelit faktorit ndërkombëtar, mazhoranca po shkon drejt ndryshimit të kodit penal për të shmangur pezullimin e drejtuesve të institucioneve të caktuara. Si mund të parandalohet, mbi çfarë mekanizmesh? Kryengritja paqësore nuk ndal. Ne jemi në kryengritje paqësore. Ne jemi të bindur se Edi Rama nuk dorëzon veten e tij. Ai e ka të qartë si dritë e diellit, se pezullimi i Lubis do të thotë pezullimi i tij. Sepse Lubia është vetëm prestonome i Edi Ramës. Mu nuk më vjen keq për atë, për Lubin. Jo. Se ajo është ajo i përket ekipit të keqnisjes. Kanë patur aty nga vitet 70 një rrymë në letërsinë parapsikologjike, po që kishte edhe një shprehje në realitetin le malparti të keqnisurit. Këto ishin për dal nga letërsia në jetë, këto ishin grupe të cilat në kërkim të boshit dhe absurdes zhduknin çdo lloj kufiri, norme dhe etike. Le malparti. Duhet interesoj se tani është e viteve 60-70. Tani, këta janë të keqnisurit që vinë nga bashkia. Dhe këta ju garantoj se kanë krye krime monstruoze, por gjithçka kanë bërë me urdhër të Edi Ramës. Gjithçka. Kështu që unë pyeta një nga ato avokatët e Edi Ramës parlament. A je gatshme ti të shkosh ta vizitosh në burg Lubi Ballukun? Del thuj. Nuk e tha. Jo. Nuk tha se do shkoj. Pra, limoni shtrydhur, edhe Lubia. Kështu që ai e din që anullimi është vetëm Edi Rama. Dhe kërkon të shpëtoj me një ligj. Unë ju garantoj ju se s'do shpëtoj dot me asgjë. Unë i them Edi Ramës, nuk do shpëtosh dot me asgjë. Unë i përshëndes herojtë e protestës, të cilët janë të ri, nga 16 në 21 vjeç, që janë sot në gjykatë, pa asnjë akuzë, vetëm për urrëtitjen patologjike të Edi Ramës ndaj të rive. Urdhri ka qenë të arrestohen të ri. Por unë siguroj se protestën tjetër do t'jetë 2 fishi të rive. Se zemrimi të rive është i pakufishëm sot ndaj tij, që don tani të ndryshojë dhe ligjet. Të krijojë një parzmurë tjetër, që të vjedh si i pangopur, dhe këta t'ja mbathin nga Shqipëria. Nuk do mund të ndodhë kjo. Koni vendosen sot të ish deputetit demokrat Dash Sula në krah të djathtë të kryeministrit Edi Rama. Meqense ula me kuptu që e keni parë. Që në fillim i thash, mos themi puthu me Milon, puthu me